Përshëndetje! Si Ku jeni më zemra? Au lodhët, po ndryshoj dhe plani, filloj të ne. Po tash i kuptohet ajo se çfarë ngelen vetëm me atë balenën, a kupto? Tani duhet ta themi që Arlini nuk do jetë dot këtë episod, Po, sepse pati një problem i shkreti, nuk i dha me hongër edhe iku ushtrua direkt në krevat, nuk e dia do t'i sjellin dot për të ngrënë. Po nisesh. Podcasti do vazhdojnë me anime, me filma, po çfarë do kemi këtë episod? Këtë episod do plotësojmë një nga dëshirat tuaja që na keni thënë për këtu e një sezon të tërë. Po, që kur kemi mbyllur sezonin e parë dhe deri tani vetëm mesazhe. Na kanë lodhur. Ore, edhe i herë atë anime, edhe i herë atë anime, kështu që ja ku jemi ta plotësojmë. Erdhi momenti për një episod fantastik që me zore kam pritur. Na që keni dhe ju dëshirë, sot do flasim për One Piece-in! Ëndra jon! Më në fund, a kupton, pra edhe nuk duhet Arlini se do thoshte ca, a kupton. Do fillonte me ato të veta ti po se Naruto, jo po se kshu e ka. Nuk blen. E kuptoni prapë se Kështu që tani të prezantoj pa humbur kohë edhe të ftuarin ton mega special, sepse ju e dini që kena vetëm special. Është një njeri, është një artist, është një person i fuqishëm. Një person diku te 437 kg ishte ky, sa kishte, diçka e tillë. A nuk ishte 700? 700 kg, po. Ju prezantoj me të madhin edhe të plot fuqishmin, Arlini. Qa bëhet tulare. Do flitet për One Piece-in pa që Naruto. Po qa do t'i këtu më bur, po qa do t'i këtu më jo, bur. Ko më largo, A kupton, boni dhe sa do klon. Do klon pra tak direkt. Gjasme që emri, a kupton, referenca. Pra, po ku je? Po ti ku dhe Au love. Po të bëmë bre lalë, kënga jeti. Na fol qik për veten të lutem. Shiko për a mundem? Vazhdo, të lutem, vazhdo. Se ne të njohim, kupton, po është nevojshëm që shiko se ti do të flasësh një çik për veten. Ne që s'ke folur fare. Të lutem na fol qik për veten. E kur erdhi koha me tani, e ke ti radhën tani. E ke ti radhën. Po çfarë më thon Allah? Si ka qenë eksperienca jote? Unë jam 40 vjeç. Po, kuptoni. Prit se pyetje e mirë, se mbase fansat kanë bërë ta dashuruar këtë pyetje. Na thuaj pak eksperiencën që nga ideja deri tani iden për të hapur këtë podcast fantastik. Super, po kjo mund ta themi, që pastaj të futemi direkt në One Piece, pa e shmangë shumë. Për post fakti që ishte momenti që duhet bëja diçka për dal nga monotonia e ditës, ishte halli që okej të bëjmë një podcast, po kjo ide e të bërit podcast ka qenë kohën kur s'ishin bërë podcastet. Sa kohë ke që e mendon? 3 vjet, 4 vjet la. 3 vjet, e? 3 vjet, 4 vjet. E ke bluar me mendjen tate? Gjithë kohës. Në të truat. Në të tullat. Në këtë tullaslikun këtu. Tregoja tullacën. Ja se ka dalë. Jo, le, sa më tullacën. Ka fillu me dalë. Dhe të bëm mjellë flokëshe? Boje, prishu, me njerëz të gabum, ec prapë, gjitha me radhë, peripeci që ka ndodhur më pafund, la. Bashkëpuno me një produksion prishu, theu dhe nga fillimi derisa më erdhi një moment këtu, me thënë drejtën. Erdhi një moment thash s'duhet, si kam për të bëu thash. Ja vlen ta themi me thënë drejtën, paska se ne bëjmë shaka se jemi rob tan, po me vërtet ne jemi Arlini është themeluesi, krijuesi dhe tani që e ka mbajtur deri tani këtë podcast. Nuk kemi asnjë person që na financon ose ku di unë, jena vetë të zotët e punës. Me Arlini në krye se ai ka qenë krijuesi, kështu që fatkeqësisht. Ju kuq tulla, po lë. Fatkeqësisht zotë se faqet na ka pas tipa. Me zor po ta them, po bravo të qoftë o vlla, ke një kurajo dhe një vendosmëri shumë frikshme. Erdhi momenti do ta themi këtu në sy të gjithëve që realisht mos e shikoni kështu. Mos e shikoni kështu se Mos e shikoni kështu, po puna që bën ky djalë është fantastike dhe është e arzakonshme dhe duhet realisht të duar tërkita. Mos përmendim pastaj faktin që ka punuar për dublime, ka bërë dublime, për shembull. E keni idenë ato Majin Buu të Dragon Ballit? Unë do të ta ha, prandaj është kaq. Prandaj është bo 300 kg. Sqaroj këtë se nga që kur kemi qenë në një emision tjetër, ma kanë bërë shumë të replikat. Në periudhën që bëheshin dublimet, dikur ndodhte që aktorët smureshin dhe kishte dublant. Pra, në dublimin që është mbajtur kam qenë disa episode unë dhe në disa episode ka qenë Denard Gjellari. Pra nuk është se jam vetëm unë. Okej, marrë. Ta sqaroj këtë se e diun që të fillojnë komentet. Ja pa e ka bë këtë. Ti e ke bërë më bukur valla. Po kam qenë 5 plom atëherë mi tok, po. Prapë e ke bë mirë. Jo, ky ka bërë atë pjesë unë do të ha. Pjesa preferuar. Dëgjoj që ta mbyllim këtë servilizmin.
Po, do ta bëj dhe unë tash i furçën se ma futët të rullit. Për pos gjithave. Vetëm s'do ta bëja dot. Se po t'ishte për të bërë vetëm, do ishte bërë me kohë. Pra s'do donte një ekip bashkëpunime të gjitha me radhë. Realisht u jam unë shumë falenderus juve për gjitha që keni bërë dhe vazhdoni bëni. Për pos moderimit se është i punë kolosale që bëhet nga mbrapa. Si me grupin këtu, si me grupin pas kamerave. Dhe kasapat. Që realisht disa kasapat që unë i falenderoj me shpirt se na kanë zgjidhur hall të madh lale. Dhe jo vetëm një, po shumë halle të mëdha. Kasapo, faleminderit vlla. Faleminderit shumë edhe juve se i keni durët dhe jeni vetë dhe Flori. O të tani jepi një dhurat urgjent. E meriton, me këtë që tha e meriton. Je një dhurat nga Enzo Atini vlla. Erdi dita lale. Hajde lale. Ase e grise e çmontove qetso. Vllai, unë për dhurata nuk jam modest lale. Unë thjesht po e shijoj. Aman. Atë keqe nuk. Po dhe ti si Flori. Me që do të ha. Jo se ha. Keqe, apo se më shko dhe goldi mos e çum kështu Flori. Na falni çik për jo modestim, po mos u modesto sot shkon formatit tim. Hajde herë pritë të këshyrim mirë. Tani ke bo Flori. Ja. Burru tani, burru. Ja, duhen heq këto se nuk janë këto rruzat për ta prish të dorën tash. Tani e mega lux. Të dorën tash inshallah thjesht s'ma grabisi me gjithë dorë se. Mirë, po sot tash se mjaftë morë me ty. Kthehemi te One Piece. Shumë servilos. Fatkeqësisht kthehemi te One Piece. Jo fatkeqësisht. Jo, po fatmirësisht. Është aq fuqishëm si anime sa na u des bëni 2 episode vlla. Pikërisht. Të lutem. Më fal, 1000 sa ka vajtur? 1150 diçka. 26 episode. Diçka e tillë. Po, me mangën ka vajtur te 200 am duket. Me mangën, wow. Nuk do bëjmë spoiler me manga. Dgjoj, nuk do të bëjmë spoiler me manga. Po kjo është e vërtetë. Do bëjmë spoiler vetëm me animen. Që ta shikoni urgjentisht kush se ka pa, kush është ai i pa edukuar. Është e vërtetë. I pa edukuar, po mangën nuk po ja bëjmë spoiler se e dim që do jetë nejse. Pavarësisht se faktit ku jam unë me mangën dhe ecurinë që ka ajo, ka shumë skena, shumë gjëra që po ndodhin aty momentalisht, saqë je diku këtu. Çapo nofët. Ore, është duke shumë problematik. Dhe le të themi që manga është gati në përfundim. Po, nuk ka ngel edhe shumë, ju që thoni 3 miliard. Ka shku manga, ka shku 1200 apo më shumë. Më duket se, po. Do besoj 1200 do të jetë drejt fundit, duhet të ketë maksimum 1500 dhe i bi gati po të heqim këto breaksat se e ka qef Oda, smuret i qik me gripi, fut një 6 muaj pushime me grunë. Jo, tani ta sqarojmë këtë pjesën që Oda, siç e kemi thënë në një nga live-et, e ka thënë Anime Road, çekullojnë disa thashë theme që Oda është shumë keq, nga ana shëndetësore dhe prandaj po bëhen këto breaks vazhdimisht. Po, ka nuk është se 6 muaj vallai veç po e patizon verremi se. Jo, ka dhe një arsye tjetër. Jo, ti nuk e kupton, ai flek vetëm 4 orë në ditë sepse thotë nëse unë fle, historia One Piece do ketë vrima. Po, atëherë. Kështu që ai flet me një person që ka 3 vjet që mesatarisht bën 3 orë gjumë. Edhe ti si Oda. Tash, unë s'po krijoj masterpiece në shkruajme ba. Ne po krijoj masterpiece. Vale bra. Shadow Clones, Jutsu. U bëm 3 na, kupton. Nejse, duhet ta themi edhe këtë, arsyeja që do ketë breaks One Piece nuk është vetëm prej gjendjes shëndetësore të Odës, është sepse mangës po i afrohemi shumë. Do me thënë animja po i afrohet shumë mangës edhe duhet të bëhet raporti 2-1 në episodet në vazhdim edhe të mos ketë më shumë fillera se po e bëjnë shumë të gjatë. Më duket që do bënin, nuk do ishte më anime episodike, por sezonale. Bravo, kjo ndodh prej faktit që ne po afrohemi shumë mangës. Merci shumë. Edhe do ta bëjnë ose me raportin 2-1 ose me 1-1 me raport. Edhe duhet të presin edhe 3 muaj të vonoj çik manga, se po ja arrim shumë shpejt. Jemi tek Hedi tani. Ata një ark më tutje janë edhe arrim shumë shpejt. Me sa di unë në Hedit po i vjen fundit. Po, tani jemi në fund, në vjetor më duket mbaron. Unë nuk e di për ju, po unë thjesht e dashurova dhe
Do më thënë, e lexova atë chapterin me fjalimin e Vegapunkut. Jo, mos, unë se kam pa. Dhe isha tu, kur do dali episodi që më në fund ta flas me dikë. Ka dalë episodi fundit, e tregoi Vegapunku të merrin që do i ndodhi botës, po nuk po e themi me që jenë në 4 episodet e fundit. Ta nisim nga fillimi fare. Sa do ta thoja pra? Ta nisim nga fillimi. Tani unë do të bëj një pyetje Arlinit, që mbase të gjithë fansat duan që ta bëjnë si pyetje. Pse urren One Piece? Jo, pse urren, po për shembull, pse, domethënë në mendjen tënde ka vlerë më shumë Naruto se One Piece, se secili e ka me përvojën e jetës. Patjetër. Çfarë ka bërë ty më shumë impakt në Naruto që sa ka bërë One Piece për shembull? Se të dy jepeshin në Bang Bang Detsu, po nuk besoj që ke parë më shumë. Jo, kishte plot rasti që s'kan qenë as me përplasje. Bravo, edhe shikonin të dy alternonin, shikonin të dy. Unë kam parë, unë mos të them ka qenë animja e parë Naruto, po më ka bërë më shumë One Piece impakt. Ty për shembull na fol për tënden. Shiko, unë One Piece-in se përpos shakase dhe pjesës së grindjes që bëjmë me njëri tjetrin, unë nuk është se nuk e urrej One Piece-in apo nuk e pëlqej. Po. Realisht e dashuroj. Po. Përpos gjithë gjërave, por me Naruton kam një lidhje më të fortë shpirtërore. Nuk e di sepse, por unë e kam nisë me Naruton. Okej. Pra, domethënë pjesën e rrugtimit të animeve tamam, hiq Dragon Ballin që është obviously OP, po. Shqiptarëve për më tepër. Po, e vërtet. Po fakti që e kam nisë me Naruto, ndoshta ka ndiku pak. Personazhi Narutos, unë kam qenë pak fëmijë introvert dikur. Jo introvert, ndjes. Fëmijë i urt, por që siç ka qenë në shkollat tona. E marrësh. Ngacmoheshe, bëheshe edhe atë pjesën e bullizimit për peshën, pjesën e syzeve. Po. Që kemi pas, si kemi kaluar gjithë atë periudhë. Normalisht sikur ndikoi pak ajo pjesa që e shikon atë dhe ti kërkon dalësh nga ajo gjendje që je. Përpos pastaj dinamikës personazheve. One Piece kishte fillimi ka qenë pak i butë, le ta themi. Okej. Ka qenë i butë. Ka qenë diçka smooth, ndërsa ty te Naruto vlla që sa të hapi intro kishe zërin e Gzim Rudit që tregonte dhelpra me 9 bishta, çfarë dreqën vllai. Pritse. Domethënë aksionin ai ta jepte që në fillim. Po, ndryshe nga Naruto e ka marrë çik më avas Dhe për më tepër, Naruto nuk do të flas për Naruton sot, po thjesht do t'i jap përgjigje pyetjes. Ka qenë betejë me Mizukin, që është diku në 10 apo 15 episodet e para. Maksimumi besoj 15, që Naruto mëson Shadow Clonin. Po. Perfekt, në mënyrë perfekte. Mos gaboj ka qenë në episodin e parë fare? Jo. Ka qenë nuk e mbaj mend tash si mund të ketë qenë ka qenë në episodin e parë fare, sepse kishte vjedhur në 3 ose të 4. Domethënë brenda 10 episodeve diçka e tillë. 5 episodeve të para. Po pra, ideja e kisha mendje 10 ose 15 maksimumi ekstrem. Pra ty të jepet një aksion shumë i madh që në fillim valla. Pra një i bullizuar, pra i lënë më njan, i gjykuar nga shoqëria për një faj që asaj vet nuk e kishte. Këtu futen shumë koncepte njerëzore. Del vlla personazhi kryesor. Përpos fakti që quhet Naruto dhe seriali. Po. Por më vonë ndjeva një lidhje shumë shpirtërore me dinamikën e patjetër. Është thjesht çështje shpirtërore dhe idealesh. Po. One Piece ka shumë mesazhe të bukura, ka lirinë, ka shoqërinë, që është shumë e rëndësishme, por ndryshe nga One Piece, Naruto ka këtë mungesën e familjes, që është një, sepse nga natyra janë vetë shumë kurioz, dhe du t'i di konceptet, gjërat i shtjelloj, dhe më bënte përshtypje, sepse tek One Piece, edhe Luffy nuk e ka familja, prindrit. Nuk e ka. Jo jep atë dhimbje. Në jetë por prezent. Po, nuk e jep dhimbje. Prezencën e prindëve nuk i njeh. Po. Ama ndryshe nga Naruto, Luffy kishte të vllain Acein, kishte Dadanin, kishte Garpin, pra gjyshin. Po. Ti do thush Naruto kishte Hokagen e tretë, e kishte dhe se kishte. Nuk e se i bënte fort Yzmet ai. Jo, ai ishte kujdestari më i keq për fëmijët. Është i reels në Instagram që ja jep aty e rras mrena, i jepi noodles, i jepi kuti qumësh në ezlla, e dilje. Nëse, okay, lidhje shpirtërore më shumë. Tani. Unë do thoja këtë të ndërprerja. Unë do thoja këtë që, okay, Luffy të thuash ti që e ka pasur familjen, një rendite gjitha me radhë, po momenti kur merr gazetën edhe shikon figurën e tjatit, thot,
So, I have a father? What's a father? Qa është një baba? Ajo është super funny momenti, për shumë, nuk do t'i kaloj harqet kështu, nuk do t'i bëj skip, jo, thjesht për mund tani. Pjesa Impel Down, që është me Ivankovin, aty, ajo është fantastike. Që ai fillon shpjegon familjen, Dragon, familja të re, babi im, edhe Ivankovin. Dhe thjesht ai fiu mrapa kështu. Qa perlës, ajo nëse e nisim avash, e nisim të arku i parë. E nisim butshëm. Fillimi One Piece-it, mua më duket merësisht si një foreshadowing që ka bërë Oda. Po tani e gjete më vla. Vazhdo. Nej, po. Ja s'ka gjë, s'është problem. Okej, doja të thoja që më duket shumë foreshadowing sepse ai shfaqet në një fuqi të një vorbull uji. Më duket merësisht foreshadowing sepse tani që kanë dalë këto fuqi që mund të ketë Imu edhe me Goroseit, si mund të përfundoj ai në një fuqi, në një vorbull uji, nuk më jep shumë sens. Më fal. Ai u nis me një varg. Po flasim për Lufin. Për Lufin pra? Po pra. Po jo, po nuk, okej, për papërgjegjshmërinë patjetër. Papërgjegjshmërinë jam shumë dakord, ai është rrobi i papërgjegjshëm që ekziston. Po prap mua më duket foreshadowing. Jo, që është foreshadowing. Oda për mua është domethënë, e ke parasysh që ka disa filma ose seriale me personazh që ka një inteligjencë kështu super të jashtëzakonshme, që i lund gjithë, jo me këtë, as me këtë, po me këtë të vogël, i lund gjithë kështu. Gjithë njerëzit, gjithë karakteret, edhe Oda një të gjë pa bën më na. Për mua është kriminal me se demon. Ai është demon për foreshadowing, do flasim për foreshadowing në pjesën e dytë, kështu që qëndroni. Qëndroni shtës, nuk e bëj dot si ti po. Tek e dyta. Shadow Clone. Ja, ku jemi në pjesën e dytë, që sot e një super episod. Të një super episod. Të një super anime. Vazhdojmë. Anime më mirë dhe më e bukur në botë Alban. Ma keni fut bukur se më keni lënë pozitën e kësaj. I ka largohet. Bëj të zdaj nga vetja. Tani, një fakt kryesor është që, me thënë të drejtën, personazhi i parë kryesor që njihet me Lufin është Kobi. Nuk është asnjë personazh që është për shembull në ekuipazhin e tij, po është fiks Kobi. Kobi më duket ishte me te ekuipazhi, rastisi te ekuipazhi Alvidës apo? Po, i Alvidës ishte. Ishte ai që ishte e shëndosh, hëngri frutin e detit që i bënte kështu si të lëmuar. Po, bravo. Edhe Lufi t'e futi një shpull, a kupton, aty kuptuam ndryshimin. Ndryshe nga të tjerët, nga karakteret kryesore në anime të tjera, Lufi filloni fort direkt. Domethënë, nuk kam një fakt që Lufi deri para Marinefortit nuk i kishte shfaqur fare fuqinë e tij. Domethënë, që me krokodilin, që me atë CP0 me CP9. Jo me CP9. CP9 kishte ka qenë Warlords. Jo, Warlords. Ka qenë momenti pas krokodili që po tentonin të shpëtonin Robin. Patjetër, pas po vite te Archipelago Sabaut. Jo, Arlongu. Në arku i Arlongut. Domethënë, Memoria, bravo. Domethënë tek Moria barku. Po, te Moria, krokodili dhe te Arlongu nuk e ka shfaqur fare fuqinë e vet ai. Edhe te Eneli. Eneli njerë rafi shumë Eneli ishte për mua. Jo, e di cila është pjesa më e bukur sepse unë i shikoja ato dhe thoja, wow, thash, personazhi kryesor Gom, thjesht Gom, nga këto që përdorim ne domethënë për të fshirë kështu. Sa random, ai ishte sikur potalle. Nuk transmeton as energjinë elektrike që ishte domethënë arma më e fortë që po i nështronte të gjithë. Edhe pastaj me krokodilin, që arriti domethënë të gjente zgjidhje kundër me gjak. Shiko, ai është ti me ujë. Battle like me gjak. Me ujë. Jo, me gjak. Në fillim fare. Në fillim, po pastaj po pastaj përdori ujin që të ftonte kundër atij. Jo, ujin pastaj gjak. Me gjak e rrafin fund ai, se gjaku nuk e bënte rërën të shpërbërë. Pra diçka e lëngët e bënte të ngurtë. Eneli unë e kam pas shumë preferuar. E vetëm Eneli po ti ishte poshtë te ose jemi nemi ai. Është vërtet. Po ti ishte poshtë te toka në ground, Eneli do ishte shumë demon aty ai. Tani është në hën. Tani është në hën, po rrimë tenerin, po pika. Ajo është tamam zot, me thonë të drejtën ajo është tamam zot. Po edhe vetë fuqia që ka ai është fantastike, elektriciteti. Në qoftë se do flasim për pjesën e Skypias, foreshadowit më të mëdhenj. Po, janë nga lidhen me atë, po, sepse është këmbana, janë aty dalin për herë të parë. Jo, që normalisht ta prezantohet pak Nika si foreshadow,
Po edhe pjesa që Niko Robini fillon të kuptoj merr këto hinte për grifet edhe të gjuhën e lashtë që është vërtet. Normalisht pas e na dalin. Me sa mbaj mendun, është një ishu që thon këtë Laugh Tale, a diçka. Po, Laugh Tale, po, është në fundit. Që po e kërkojnë, aty ku ndodhet One Piece-i, është mendohet Skypiea, diçka e tillë. Që i mungon. I mungon një pjesë. Është kjo simboli kafkë, diçka ti me është syri i majt, është syri i majt që i mungon, edhe ai sy mendohet që të jetë Laugh Tale. Dhe pjesa tjetër është Skypiea që është ngritur lart. Kjo është një ndër teoritë më të famshme që diskutohet midis fansave, që ai syri i majt i Skypieas që mungon është Laugh Tale që po kërkojnë gjithë. Thua e ka ngritur ishullin ai Shiki. Po, jo, besoj Shiki se... Ai u mund ai, do kishte edhe kishte... Jo, Shiki ka qenë tek... Rogers ishte shumë i fortë ai. Gold Lion, Shiki... Ishte me Xebexin aja, po me Rogers? Po, ka qenë te ekipazhi Xebexit. Xebexit, bravo. Ka qenë te, do më thënë, Big Mom, Whitebird, Kaido dhe Shiki kanë qenë te ekipazhi Xebexit. Po, e di. Dhe... Mos e ka ngrit ai, se ai thoshte që edhe po vdiqja unë prap këto që kanë ngritur që qëndrojnë. Pastaj se ku është One Piece, do ta merrte ai vetë. Dëgjoj, unë Xebexi nuk e di ai pasaj në momentin se ke filmat e One Piece që Shiki mundet. Po pra di. Dhe për më fal, edhe një gjë tjetër. Shiki u rrah nga Sengoku dhe Garpi. Po. Mos e harroj që u fut një peldan, që preu këmbët, pastaj u largua. U largua që doli. Që ishte i vetmi se ka ngrit ai. Derisa erdhi Luffy. Ma merr mendja. Se ka ngrit ai. Po që është një fenomen që mund të ndodhi, po patjetër se i kemi parë si ta që të hedhi nga shkenca. Ore, mbase ka qenë ai që e ka pasur të frut më përpara, I don't know. Se kemi këtë Void Century që... Aty sa do dila se me more fjalën nga goja, kemi The Void Century, që është misteri më i madh. Dhe kjo ishte arsyeja përse u dogje dhe ishulli i këtyre studiusve nga Niko Robin. Sa do thoja. Për pos, nuk e mbaj mend tani. Ohara. Që aty na del tamam dhe pjesa e Dragonit. Po. Marrëdhënien që kishte me pjesën e Erdhën dhe gjigantët. Për më tepër. Po do doja të ndalishim se edhe kur kemi fol atëherë me Andin, neve për shembull pjesën e Arlongut nuk e kemi fol. Du ta lidh Arlongun pak me njerëzit peshq. Po. Që ka qenë te ekipazhi Sharku i Kuq ka qenë. Tiger Fish. Yes, Tiger Fish. Po. Sa aty del për herë të parë në skenë skllavëria. Po. Që bëj nga Celestial Dragon. Po. Ato Celestial Dragon, nuk e ke ide sa mirë shumë ka ardhur. Mund ta paralelizojmë shumë mirë sot me... Momenti kur Luffy e godet me grusht atë robën. Ajo është për gjithë. Ajo më përroqë dhe vëmendjen e Railit. Railit, qeverisë botërore, ushtrisë, gjithë. Qeverisë botërore bëri që kur ishte me Niko Robin ai që i dogje flamurin Azopit. Aty i shpalli luftë totale. Aty ishte degja e flamurit është, domethënë njën hasmëri me këtë shtet, me këtë këmbë, s'ka rëndësi. Siç e kemi ne me fqinjet tanë të dashur, s'po i futemi kësaj pjesës. Kaloj. Për ekuipazhin e Luffyt. Ata marrin me radhë? Po, ta marrin me radhë. Filloj me Zoro. Njëri na ka harru shpatën këtu. Filloj me Zoro K. A kupto? Me një personazh kaq Brazeri. I vetmi që pas që kishte një shpatë në gojë sa jam habit kur e kam pasur ashtu, po ku çfarë bëj? Ka thënë oda ku t'ia vesh shpatën tjetër. Dy dur ka. Apo kishte ku e vendoste, Nuk e Brazer, çfarë mendon? Nuk kam shef ta mendoj. Janë ca imazhe fanart for short style. Nejse. Qa personazhi. Ai për mua është personazhin Prit, se e kemi edhe këtu. Më nuk e di. Kjo është niveli updated pastaj. Apo kemi do kukla. E kemi do kukla. Po, për mua ky është personazhi më i bukur në One Piece. Një nga më të bukurit patjetër, po do ta futësha në shumë vjet holl me disa personazhe, siç mund të jetë Shanksi, siç mund të jetë Ace, që për mua është personazhi që edhe aty ke dubluar. Po, kam qenë në disa episode të Ace-it, kur ka qenë duket Erion Hina, më duket ka qenë, që e ka bërë Ace-in. Po prap po flasim me episode të dubluara të zëvendësueshmërisë. Por kam qenë në pjesët kulminante, në disa pjesë kulminante kam qenë, edhe te pjesa e Okej. Shkretëtirës, po në vjen tash. Por
Zorën do ta fusha midis Mjekërbardhit, Luffy, nuk është se më pëlqen aq shumë. Oh, pse? Është tipika i karakteri kryesor që ti e di që gjithmonë do fitoj. Ja. Dhe jo, di ku i jap, i heq kapelen Odës tek archipelagu Sabaudit. Në betejën me Kizaru, që humbi. Archipelag. Archipelagu Sabaudit. Mos e ke fjalën për Kumën? Po pra që humbi me Kizaru. Mos ishte duke u ndesh me Kizaru. Ajo ishte traumatike. Unë nuk e di, unë kam vujt shumë atë moment që ai... Sa bukur e ka bojër me ato fluskat, ishte fantastike. Po pse thotë që gjithmonë dihet që do fitoj? Ai luftoi edhe 2 herë tjera me krokodilin para se sa ta arrishte tamam. Po do fitonte, ishte pak po e sigurt. Po mirë pra, po urrafja 2 herë. Jo, ndryshe nga i bime qenë Chuck Norris pas e mos urrafja. Ndryshe nga opit e tjera, Luffy e ka pas më të vështirë ta mundi se gjithmonë e ka mundur me ekuipazh. Ndërkohë te Goku dhe te Naruto ka qenë vetjakshe. Ndërkohë në luftë te Luffy Dragon Ball sidomos që ke gjithmonë Vegeta me Gokun që në kundërshtarët më të fortë ta bashkohen. Te Luffy ka gjithmonë ndarje ekipesh që secili bën një punë për të bërë fitoren e ekuipazhit. Domethënë Luffy merr më të fortin, kjo është normale. Ky Byrazeri ishte nga ajo lloj koke që shkoi boni markun e dytë, do shenjën e dytë kaq. E di, po vetëm Odeni, po flasim për nivel Odeni. Unë dua që ta them këtë, domethënë nëse do themi që secili për personazheve te ekuipazhi përfaqëson nga një virtyt, Zorro përfaqëson besnikërinë. Po, besnikërinë. Po, është vërtet. Domethënë besnikëria që ka Thriller Barku, atë që bëri ishte thjesht epike. Por posa saj, sa meme që e kanë bërë, momentin që zgjohet është Sanji është ai që zgjohet, mas gjithë ekuipazhit, shkon që ti të gjej Zorron, edhe Zorro që ka atë qëndrimi këtu serioz, edhe pyet, "What happened?" Nothing. E kupton, e bëri Klea këtë skena. Për mu ajo dhe pjesa që unë ka fitu një super respekt për Zorron, ka qenë momenti që Azopi do të largohet nga ekuipazhi. Që i tregovi vend. Që ai thot tekstualisht i thot ndalo, sepse nëse ti do ndjekësh tekat e gjithë secilit, atëherë ti thjesht nuk je kapiteni im. Neve duhet ndjekim urdhrat tua, jo ti tonë. Kam një pyetje për të gjithë ne këtu. Më thoni pjesën në One Piece që juve u dashuruat me One Piece-in, se ka shumë skena. Po është një skenë për ju për shembull që thatë, ore, kjo qen ka fenomenale. Ma thoni se cili ta them dhe unë pasaj në fund. Vazhdo i ftuar. Që t'jem dashuru. Po pra, kush ishte ajo skenë? Realisht jam dashuru, është vetëm pjesa e Marinefordit për mua. Marineford. Por duke qenë se ka shumë arqe deri te Marinefordi, pjesa me Arlong më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Që, ishte fantastike. Dhe fakti se Arlong gjanë me emrin Arlin edhe thjesht ajo krenaria prej budallaj e Luanit. Mirë, vazhdoj me këtë. Por ajo, për Marinefordin jam. Unë kam disa, por do them atë më të kryesorën, momenti kur Luffy godet atë Celestial Dragon. Arsyeja. Ajo ishte epike. Ajo, jo vetëm që është epike. Ajo tregon revolucionin. Ajo tregon, domethënë duke parë edhe përditshmërinë tonë, pa drejtësitë që bëhen, këto shtypjet, këto talli, këto bullizimet. Domethënë ai si personazh që merr, as nuk e vendon fare pasojat që mund të vinë mas atij veprimi, thjesht i futi grusht. Po, është vërtet. Për të thënë që ti je thjesht njeri dhe nuk ke asnjë të drejtë të shkelësh mbi të tjerët. Shiko, mos harro diçka, për Luffyn ekuipazhi është familje, nuk janë shoqëri. Ai nuk ja dha atë grusht, ai nuk ja dha atë grusht sepse më mirë nga Okti, duket e ka pas. Okti, atë tipin. Do atë si Udeti dhe si Kalamar, Oktapod, edhe për mua ajo me Kraken i ka qenë super episode e marrëdhënia që ka me Krakenin te ishujt e njerëzve të peshë. Ndërsa për mua, me thënë drejtën, çuditërisht, skena që kam rënë dashni me One Piece-in ishte është e çuditshme. Okej. Por momenti kur krokodili ja fur atë thumbin në bark. Ajo ishte momenti që u dashurova me One Piece-in. Pse? Sepse s'kisha pa ndonjëherë atë lloj gjëje. Domethënë, ishte thjesht ky fitonte, ishte shumë i fortë. Po qeshnin se humori në One Piece është pik. Part-time është pik. Dhe thjesht lumturi dhe një moment ai tipi i tregon realitetin që ti nuk je ai që mendon që je, vllatë. Thjesht gjendet
Kështu, a kupton? Ajo mu më ka bërë shift mendor, se deri para asaj momenti nuk po shikoja do një traumë, do me thënë në për luftrat. Ti ke pas Dragon Ball-i, momenti që... Jo, në One Piece, po thënë, në One Piece. Se One Piece po kishte vetëm gjëra fani, a kupton? Po. E di se për ke fjallë, mos vazhdo më. E di dhe unë ku do thuash. A kupton? Ma thonë, jam kurios. Jo, është atë me Krillin që e ngull atë dhe thungë. Mos vazhdo më, pusho, themi. Dëgjoj, unë po them në One Piece, momenti që unë e kuptova që One Piece nuk është që lumturisa e mendoja. Se duket shumë gjë fani, gallat, ata kalamaj, ha, i dhe një moment a i thot ore vlati do vdesër sa një, kupton, aty kuptova unë që nuk është aq perl. Edhe jo, nuk është aq fëminor. Dhe pastaj kalojmë të shkumet e se cili për personazh. Patjetër, sa do të thoja. Më thoni kush është shkumja juaj më që ju ka shkatruar jetën o vlla. Që se këtë shkumet e One Piece-it me thënë drejtën janë më të trishtat, një nga më të trishtat që ekzistojnë në Animeverse. One Piece na ka kapur në çdo lloj fije depresionin me çdo lloj të shkume jetës. Shikoj, Oda ka lut pisët dhe bukur njëkohësisht. E ka bërë botën. Sepse ai ka bërë një gjë shumë interesante, ka bërë historinë qendrore. Po. Që ky është fenomeni, tash unë shtoj sa dua këtu. Ka bërë tërë botën ai. Ka bërë një klaster të madh, dhe tash i vetëm bën tjera, opa, shtes. Edhe vetëm perla, do të thonë ti ke side characters, nuk ke një histori keq. Bravo. Ke një side character që është më i bukur se një anime. Do ta them të si fakt, pastaj rikthehemi direkt tu thjesht e shpejt. Arku më i famshëm dhe më i fuqishëm i One Piece-it është ai i Marinefordit, dhe është i vetmi nga të gjitha animet në botën histori deri më tani që ka mbi 40 ca episode që ka vlerësimin mbi 9. Ajo ka qenë thjesht epike, domethënë po do kalojmë dhe atje, po më thoni nga ekipaji i Luffyt po flasim. Edhe këtë duash, nuk ka problem. Deri tani nuk e dim gjithë historinë e Brookut. Kjo është ajo që është pak intriguese. Sa depresioni. Sepse për mua, përveç Kumës, që ka dalë tani, që është domethënë kush është mashkull, domethënë çunat e kuptojnë atë, e kanë atë ndjenjën e atësisë. Ose kush ka një motër të vogël, e kupton shumë mirë atë lloj ndjesie të prindërimit, le të themi. Dhe sakrifica e Kumës për mua është më epike në treqerikun e historisë së animeve. Nami në zi. Nuk di, mund të ketë ndonjë që s'e kam pa, po fuzo Naruto në këtë pjesë që nuk ka një histori aq të trishtë, edhe Madarës apo Obitos. Po, është vërtet. Obitos për shembull do ta paralelizoja pak me këtë të Zorros. Sepse vetëm se ndryshe nga Zorro, që i diq Queen-a, shoqja e ngushtë, që mendoj se aty kishte edhe pak ndjenjë. Po do kishte në të ardhmen. Nuk diskutohet që kishte. Që të ardhmen do kishte. E bukur, shi që maskaraja shoda. Ai ka fut Tashigin që i ngjan komplet Queen-s. Shumë i ngjan. Sa i pisët është treguar. Ore, a mendon që ka vdek me vërtet ajo se ka një gjë, nëse nuk e keni ditë. Unë e di se çfarë do të thosh. Oda, sa herë që dikush vdes me vërtet ja tregon imazhin që ka vdek. Në këtë moment nuk e ka treguar. Po jo, nuk e ka treguar që ka vdek. Me sa tregohet... Unë dyshoj që mund ta ketë bërë, domethënë sepse mendohet që i ati Queen-s, pra mjeshtri i Zorros, mund të jetë ky që është, nuk e di emrin, ka sapo nëse ti e di. Ryma. Jo, ky Tullaci. E pra, nuk pyeta për emrin. Ideja është, menduhet se mund të jetë një nga Nasa Xhuro. Ky Xhuro ja. Çeka. Nasa Xhuro. Po. Mendohet që mund të jetë ai. Dhe një teori kam vënë re që ai domethënë shpjegohej që Zorro potenciali i Zorros u pa nga mjeshtri vet. Por ai nuk po e nxirrte sepse po ndeshej me Queen-ën, pra një rivalitet fëmijësh. Dhe që ai të kalonte në një stad tjetër të stërvitjes, pra njerëzore le ta themi, se stërvitej me shkëmbim. E di. E bëri ky këtë gjë me Queen-ën, pra ky vrau Queen-ën, vajzën e vet. Në fakt mendohet, që mendohet është apo s'është vajza vet, kjo është teori tjetër. Jo, pra si të do thosha, sepse duke luajtur, duke mprehur shpatën. Jo. Nga shkallët ka vdek. Nga shkallët, nga informacioni që është dhënë që është rrezuar nga shkallët. Di që është me shpatën sepse gjatë kohës që është Zorro aty, në momentin që ja është varrimi,
i thonë që si ka mundësi që e lejuan një vajzë të vogël të luaj me shpatën, pra të merret me shpatën. Nuk e ka patur në ato kuptime. Diçka e tillë mbaj mend që ka pas lidhje me shpatën. Është dhënë njoftimi për të gjithë ata që janë në botën e One Piece-it që arsyeja pse ajo vdiq është sepse ra nga shkallët dhe Nëse okay, ndoshta se pra ne po them që po nuk është e vërtetë, as unë nuk e besoj dhe unë mendoj se ajo është në të vërtetë shoqja e fëmijës. Jo, nuk besoj të jetë Queen-a, edhe unë kam menduar këtë, po do ishte, çikoj, mund të lutem me dy porta, unë po ta vë, më më mirë ta fshi për ta fshirur diçka është ta kesh parasysh. Po. Është Oda në këtë mes, Odën çdo gjë kena për të prit me Oda, kupton? Oda ta vën, çuditë më. Nuk ka më tash që dhe Eci mund mos ketë vdekur. Po ja fus kot. Sa ai do liftyra kështu që ai ka vdekur. Por jo, Eci nuk do ishte kaq rëndësishëm, do kishte vdekur më përpara. Madje Oda ka thënë që unë do ta vrisja para se të dilte në histori, thjesht do thoshte një vllai i vdekur i Luffyt. Shiqur që nuk e bëre këtë. Super bond me treshen Ace, Sabo dhe Luffy. Sa ishte e shtuara atyre të treve. Domethënë, imagjino, unë dua të rendis disa nga historitë më të trishme, se të gjitha janë të trishta. Se e lam të pa e thënë, po. Është ajo e Trafalgalo. E vllajt të Don Flamingos. Po. Corazoni është personazhi im i preferuar. Ndjes se ndërpres. Është unë kam dhe profil në WhatsApp atë prej shumë vitesh Corazonin, është tani ke këtë foton. Po, është Nico Robin. Jo, në Instagram, WhatsApp. Po në WhatsApp e ke ata. Jo, po them shumë në template të bisedave. Okej. Ai është ajo e Nico Robinit. Po, është trish shumë do ta thuaj. Nico Robinit që të quhesh fëmijë dhe të nuk e di të përndiqesh. Një mankuar, pra një lloj si Naruto. Po. Historia e Nico Robinit është historia e Narutos për mua. Edhe imagjino. Që ti ke lindur me dituri shumë të mëdha, pra nga një fis që ka dituri dhe një shkollim dhe çdo gjë. Naruto sepse kishte një dhël për pra elementi i një fuqie më të madhe. Dikush dënimi në thonjza që i bënte të gjithë ata që e rrethonin në mënyrë të padrejtë. Okej, mund ta lidhësh pak. Jo, vetëm asaj, ishte gjithë botës, për arsye pse ata u dogjën ishte pikërisht sepse e studiuan dhe kuptuan se çfarë ishte më të vërtetë, çfarë mbante The Void Century. Pikërisht po. Ajo e Robinit flasim pastaj është kjo e Sabos. Këtë do ta thoje. E Sabos. Unë kam qajt më shumë. Pse? Jo. Më e trishta? Muizimi që i bëshin. E di, po më e trishta. Fakti, unë e kam parë dhe dua ta specifikoj momenti që Dragon e gjen edhe i thot pasanikët arritën që të bëjnë një fëmijë të urrej. Vetë pasanikët? Të urrej vetë pasanikët. Unë po them më e trishta, e di që është e trisht. Unë e di pse do ta cilësoja Sabon në historinë më të trishtë dhe pse mund ka bërë realisht për të qarë më shumë se sa vdekja e Aceit në momentin që Sabo është taku me Luffy. Ajo ishte fantastike. Sepse për një arsye, prit, jo, e di se ç'do thosh momentin që zbulon që është vllai i vetë Aceit. I vin kujtimet. Po, jo, po do ta thosha, po e them për Luffyn, momentin e takimit të Luffyt, sepse është një simbolik shumë e bukur. Sapo unë u riktheva ai që isha, pra, më kthye memoria dhe ne më në fund jemi të tre të rritur, të fortë dhe që mund të jemi bashkë, pra në ekuipazha apo marrëdhënie. Tani mungoja unë, tani më mungon vllai tjetër. Po problemi është se ai nuk kthehet më. Po. Edhe vllai i vogël ishte aty ku ishte aty dhe unë nuk isha për ta shpëtuar ti vllai. Kjo është drama më e madhe e Sabos. Nëse Luffy ishte aty dhe thjesht e pa. Patim trauma Luffyt është e pa llogaritshme. Është merr. Domethënë ai pëson një shok emocional. Në një far feq që ai thjesht ngeli, aty ran të fikët, ai aty ke parasysh ka bën kompjuter tu. Sa traumatike. Vetëm ti mund ta bëje për të qeshur pasaj që është makabër, po do të flasim për dhimbshuri. Skena kur vjen Garpi në ishullin e Dadanit. Në momentin që çan Dadani, vllazën e Dadanit e kishim pa për një grua burnesh le ta themi, nga këto tona që është totalisht burnesh. Që nuk i ha për asnjë. Fare, këto nuk janë. Dandani pa pritur na qan. Dhe mos harrojmë fakt. I thot kjo vajza, e harrova si e ka emrin, duket është bashortja e Shanksit. Po. Makino. I thot që stop se ai po vun shumë dhe ti s'po e sheh. Ajo i thot jo po vun Luffy. Po.
Më kupton? Po, e di. I lufi. Do ta kishte vrara I Garpi ata ka inu aty, po ai ta them unë. Ishte Sengoku, vllai se la. Po duhet ta kishte vrarë, po. Ishte Sengoku. Vlla, unë do të them tre pjesët më të trishta në nga të shkumet, po nuk kam për të bërë për këta kryesorë, do ta bëj për këta jo kryesorë. Se Oda këtë ka të bukur që del një personazh që del vetëm tek sken, edhe të shkatroj jetën o plak. O, e di për këtë. Po jo, unë kam 3 copë, prit. E di për kush është njëri prej tyre, është një me biberon. I pari është ai me biberon, Mr. Pink. Senior Pink. Që ka një të shkuar traumatike, I shkreti ishte gangster, domethënë Jo, ma ishte një gentleman, mund. Jo, ishte gangster, ishte në aspektin e mafjes. Okay, po. U dashuru me një vajzë të thjesht, në momentin që ai u smur djali, ai u deshti ikte të vriste njerëz, I vdiq djali dhe gruaja psoi traumë ngeli pa lëviz. Edhe ai çdo ditë deshte vetëm të shikonte buzëqeshjen e saj. Edhe ju desh të bësh si një kalamo, edhe tërë jetën e mbajtja të veshje. Një kurresh të them për këtë pjesën e kësaj. Skena epike e solo leveling të mamas në spital. Po, është marrë nga kjo. Është vërtet. Pjesa e dytë që është tmerrsisht traumatike, është e asaj gocës të vogël që shkonte Tiger Fish. Ajo e vogla që thot që unë mos vetëm mos më godisni, do pas qesh të koalës. Ajo thot unë vetëm do qesh, thot vetëm më lini mos më godisni. Punon, ajo mu më drejtoronte, tani po drejtorohet edhe qimet e mjekrës. Ajo ishte e tmerrshme. Edhe pjesa e tretë që ishte kam qajt si derë aty me thonë. Ishte momenti, ishte mamaja e asaj sirenës. Që ajo mamaja. Kur momenti që ata të tre erdhën dhe ajo thoshte gjo, mos qani, thoshte ma jep një gishtin edhe qeshtin dhe ata po. Dhe Oda është ordiner komplet. Oda kur kap një emocion, I arrit shumë ftyrën atyre që të kesh ta ndjesh edhe më shumë. Edhe Luffy kur I vdi qesi e kapi kaq gojën po të shkatroi jetën ai nga terrori që duket ai sa ai ta bën emocionin ta thithësh më shumë çfarë po ndodh. Shiko, ti po mos harro ke Kumon o vlla. Ore Kumon e folën pra ne po them. Do flas për disa fenomene. Po pra, e di. Do flas për disa, ja ta them edhe këtë dhe do ta mbyll këtë pjesë. Kumon po ti analizojmë gjithë gjërat. Ai ka vujt tërë jetën e vet. Një e para pse ishte një krijesë, një racë që nuk ekzistonte. Jo lunarja, nuk e di. Jo lunarja, si titulloheshin. Nuk e mbaj më ta suna. Po nejse s'ka problem. S'ka rëndësi. Na e thoni ju në komente. Komentoni. Po, dhe një e para pse ishte ajo lloj race, e dyta vllai vran maman. Edhe baban I vran në fytyrë. I kishin babain ja vran në fytyrë. Po. U dashurua, domethënë. Mos shkoj deri te dashuria, bullizimi, rrahjet. Shkoj te vojt te kjo drejt ishulli Gatvalli. Nuk e di, a mund ta quajmë më keq që ekziston në One Piece. Po, thua është më keqja? Basa nuk është më keqja. Ja ta them se është më keqja. Nuk është vojtja e prindit, sepse Kuma ka vuajtur çdo sekond jetës. Po dale herë po Sanji. Se ne s'folëm fare Sanji, po dale herë po Sanji. Imagjino Sanji, ti je ambasi. Jo, si e kush ambasi? Jo, pse nuk jam dakord me ty. Sanji e largoi motra e vet. Po. Dakord, dhe Sanji u largua, vazhdoi jetën e vet. Pavarësisht se trauma ngelet, po ngelet tek ai ishulli pastaj ai që Po e ndihmoi e kam llafi për të shkuar. Ky guzhinieri. Ju desh Zefi, se s'po vite. Ju desh të bëhesh e kockë lëkuraj të kuptonte rëndësinë e ushqimit të një njeriu. Patjetër. Po e shkumi atje shumë e keq se prindri e mbyll me kafaz me koka, kupton? Po ke këtë moti mbreti Lebroz. Po ta marrësh nga historia. Se ke parë filmin e mbretit Lebroz që është me maskën? E di. Që është betejë e krishterimit dhe muslimanizmin vitet 1000, sa kanë qenë kryqëzatë. Qofse flasim për filmat, filmi traumatik tjetër është ai. Ja pse ta them Kuma ka vujt çdo sekond vlla. Ai njofti xhinin, mbajti si shoqëri, u dashurua me xhinin. E di. Xhini I tha të martohej dhe atij u kujtua prit se un jam kjo lloj race dhe do përndiqem. Edhe pse u futën te ushtria revolucionare dhe ja morën vlla. E di. Dhe po flasim për një fenomen që ne kemi diskutuar edhe tek pjesa e Berserkut. Nuk po e fus prap fenomenin që I kanë bërë atje. Dhe lindi një fëmijë, një Celestial Dragon, pra që është Boni. Dhe Bonin
Vlla, është një lloj, por nuk e di si mund ta paralelizoj. Si ta paralelizoj sot valla, të marri ku ta di unë ishe dashur në telefon. Le. Prison kam i fëmijë po ta le ty. Dëgjoj, njerëz të dashur është e dhimbshme. U futën shumë depresion se One Piece e ka këtë gjë, pjesën tjetër do kapin pjesët për të qeshur, edhe luftrat. Po. 5 minuta, atë 5 minuta. Themi, ne po qajm pak se nuk na u diskutojnë ndër këto, po më dritet akoma qimet. Për zotin. Themi pim çikuj se themi Terezi. Puç. Shadow Clone. Jemi mirë. Marrëm 5 minuta? Jemi e mlodhëm sik veten. Po ka dhe shumë gjëra perla për të qeshur. Ore, kam unë pyetja. Luftrat. Është kanë qenë luftrat që kanë pëlqyer më shumë dhe mendoni që është lufta më e mirë nga të gjitha. Luftrat, nëse mund të zë një luftë impaktike, e para është ajo që ka bërë me CP0-n. Me CP1-shin apo 0? CP9. Po pra, me atë ai ishte CP0-ja. Me kakun. Kanë qenë CP9, apo ishin të kamu. CP9 ishin gjithë. Ai tigri quhej CP0, e kam thënë. Jo. Luci, bravo. CP0 ishin në ranqet. Apo, okay, ngatron. Lufta që ka bërë me Lucin është shumë impaktike. Sa aty nxori për herë të parë Gear 3-shin një herë që s'kishte dalasin. Edhe 2-shin. Në atë ark, po. Gear 3-shin e nxori për herë të parë me Lucin. Jo, se ka qenë me Lucin. Jo. Ka qenë jet gat. Nëse ka qenë Gear 2-shi. O kasap, ta vam tregojmë për One Piece-in, e kupton? Ore, që doli si imazh. Ore, se jemi të dy. Bravo. Që doli për herë të parë Gear 3-shi me pamje, sa ai e përdori për të çarë dhe një derë. Që pastaj doli si kalamoshë. Aty thashë çapo ndo. Duke që e pa vetëm ajo goca e shëmtuar. Nice. Ajo është shumë impaktike, po e preferuara ime është ajo me Katakurin. Oh my god, a kupton? Oh my god. Gear 4, Snake Man, o vlla, çfarë transformimi. Po ja mos harroti se ke edhe betejën e Zorrës me Kingun. Po them, ajo animacioni, faleminderit që ka bërë animacionin. E di që s'keni më pa ndonjëherë, po faleminderit. Realisht. Si bëjmë sikur ta shikojnë ata animatorët e. Asnjëherë si dihet. Apo pjesa unë do doja shumë o vlla, shumë ta kishin zgjat atë betejën e Mjekërbardhit me Rogerit e Ishullit. Kur doli për herë. Po nuk e treguan, mbase del. Ajo ishte fantastike. Te goditje ndodhi aty. Po çava, thjesht një clash dhe ti je o zot. Aty ishte hera e parë që shikonim ato lloj impakti. Po di çfarë do doja të shikoja vërtet. Betejën e Kaidos me Shanksin. Marrë se arritëm Marineford. Po betejë ja ka Inus me Aokijin, që u shpall, ajo do jetë fantastike. Që nuk u tregua asnjëherë. Ajo ishte varja. Po Aokiji ka humbur këmbën, një këmbë se ka. Po. E tregon moment që janë një kështu si tip saune. Aokiji kështu? Po. Ora Aokiji thonë që po të ishte pirata Aokiji do e gjente One Piece-in për 3 muaj, për 6 muaj. Pse? Është shumë i fortë ai. Aokiji. Aokiji është lava apo jo? Jo, Aokiji. Ma trova unë, Akainu, më fal. Lava. Akainu po ta gjente po të kërkonte One Piece-in do gjentesh për 6 muaj. Është bashkuar me Blackbirdin ai tani. Kush? Po, Aokiji po. Aokiji. Po, me Blackbirdin po. Flitet që është thjesht një kamuflim. Po, mund të jetë kështu si sekret. Ai për Garpin mund të jetë si sekret. Domethënë është si tip kështu. Jo, thonë që ai e shpëtoi Garpin që mos të rriste gjak, që e ngriu. Po, mos rriste gjak. Ai Garpi mo vlla. Sa gjyshi po plan. Shkoj te ishulli i kryesorit, tha kush jeni ju mos Galaxy Impact a kush. Mori Sorcin me vete. Ore si u des fare. Binde i qeverisë fare. Ore tha çaj jeni ju. Ore vetëm ai Kobi ka fajin që ju fut shpata, se mos ishte fut shpata Garpi do të ishte. Ai drejt Kobi e bur. Ai më ai shtron. Ore, un kam një gjë, domethënë te One Piece-in e dim që janë këto Devil Fruit. Po. Dhe nuk është kuptuar, shpjeguar në asnjë vend, në asnjë pjesë, por besoj se tani nga fundi do shpjegohet dhe kuptimi i tyre. Por për ata për të cilët unë realisht i kam shumë qejf si personazhe, janë ata të cilët nuk kanë ngrënë fruta deti, por janë super të fuqishëm. Kanë hakin pra. Këto zgjidhje haki apo frut deti? E vështirë. Kujdes. E vështirë. Edhe ti Klea po ta bëj. E vështirë, se janë disa fruta deti që mund pëlqejnë. Mund të po flasim për jetën reale, a? Po. Bravo. Po duke qenë se egoja ime zota lejon të një pikë të dobët, siç e kanë frutat e detit, do zgjidh shahak. Se zona shemon plazha, çfarë do bëjmë plazha? Për detin, për më tepër. Ti si një balenë atje, ato janë dakord. Nuk mundesh dot. Okej, do zgjidhja hakin. Po, do zgjidhja hakin. Këto do kishe preferuar nga këto të treja, Conquerors? Conquer. Observation apo Conquer. Kush është e treta? Armored.
Armandët e kanë gjithë, thjesht Conqueror's Haki dhe ato që është më i rralli. Imperior është Emperor Haki. Imperior, pra Conqueror Haki, Conqueror Haki në nivelin Imperior. E Perandorit. Niveli Perandorit. Kjo si e ka. Përkthimin shqipe kanë bërë bukur te kjo pjesë. Po. Ajo është. Si e thoni vullneti Perandorit. Sa më shijonte si emër. Se mbaj mend tamam. Ashtu e ka pas më duket. Jo, ambicia e mbretit pushtues. Edhe kështu e kanë pas. Ka qenë te Marinefordi, ka qenë se kam qenë vetë aty studio. Mbreti pushtues. Sa më se morën vesh shije shumë luksos. Jo, këtë e them me siguri se nga që herët e tjera kam thonë që okej, po ti për Klea? dublimet. Edhe unë dashuroj notën dhe bicikleta, janë dy sportet e mia të preferuara, pra ato mbaroj. Jo, thjesht po them dy. Në kishit. Ecë me bicikletë në det. No. Po nuk do notoja dot më. Okej, në rregull, okej. Ndush mund të futesh pa problem, nuk ka problem Lale. E kam unë në det. Hakin, jo, unë do zgjidhja një frut deti me thon drejtën. Çfarë do zgjidhja jam kurioz. Fatkeqësisht do zgjidhja detit është qa fruti deti, Allah, na e bone mix të Enelit, o vlla. Të Enelit, e dje që po të zhjetë, ta kam thënë që e preferoj. Pse? E para ajo s'kan çam bën bota. Po, ngel pa bateri e ka direkte. Mund të jem global me Enelin. Me Enelin jam global. E para, e dyta futuroj. Po. Ja, s'fluturon dot. Futuron, me elektriciteti mos të ngjitem mu, po të më tregosh ti mu. E ka larg. O vllai, nuk je. E ka largu. E treta, jam zot o vlla. Do bëhesh ata më zot si ai, do gjeja një maj mali, te mali të morit vlla. Te mali të morit vlla. Zot aty. E do bëja ato me kështu. Po kupton? Çfarë the ti vlla? Ja, Zeus im ti e keqe. Lutem. Ora, me çfarë fjalë të Perëndit, e dini juve, domethënë, qarkullon një teoristë që të gjithë këto perëndit e diellit, që të shohan perëndi që nga kështu të ndryshme, që janë kështu të kanë diellin si elementin e tyre, hanin shumë mish. Po. Për të mbajtur fuqinë e tyre, dhe kjo mendoj se është arsyeja pse Luffy haj shumë mish. Un kam një teori tjetër. Jo, po flasim për One Piece. Gjithanë mish. Jo, teoria në One Piece, me atë sa unë të pak të kam dëgjuar, ka të bëj me Will of D. Po, kjo është një gjë shumë. Ata, me atë sa kam lexuar, ata mund të kenë një si tip djalli brenda vetes, që kanë nevojë të hanë shumë që ta mirëmbajnë atë si djall, sepse kanë atë dën aty. Çfarë është D-ja vlla? Kjo është një pyetje goxha e madhe. A di pse më nga kanë marrë referencën Oda? Po shifsha një Reels para 2 ditësh, që ishte, kjo është arsyeja pse për këtë njeriu jemi në sistem, dhe ishte emri poshtë Rock D Feller. Rockefellerët kanë D, po do ta gjej, do ta mundohem ta gjej me foto. Rock D Feller, kishte D Feller, po ka D në mes. Edhe çfarë ishte ai? Është Rockefellerët më vlla janë që mendohet që janë elita e botës. Edhe mendon që kanë a mendonin që këta kanë qenë në fisin më të fuqishëm në botë përpara Void Centerit? Në fakt, në Void Centeri mendohet madje edhe para njerëzimit sotëm që tregojnë në One Piece, mendohet që të gjithë ata që mbanin D në emrin e tyre ishin pjesë e një familje, një fisi gjigant, që jo vetëm ishin më të mëdhenj dhe më të jashtëzakonshmit, por kishin dhe teknologji aq të zhvilluar, edhe më të zhvilluar se ajo e Vegapankut, që edhe vetë qeveria botërore kishte frikën. Po pra, prandaj po them që do kenë... Dhe prandaj përpoqen që t'i shfarrosnin. Dhe nuk tregohet, dhe nuk është mbajtur as edhe një shënim për The Void Centeri, vetëm e vetëm që qeveria të arrinte dhe të mbulonte dhe të fshinte të gjithë masakrat dhe gjërat e këqija që ka bërë. Për t'imposhtur ata, sepse kishte frikë. Tani ne deri tani e kena marrë vesh. Është John D. Rockefeller. Ja ku e ke. Na falni për këtë epitetin që është tu MF, po është shumë e vogël kjo. Është se di. Mund ta shkruani John D. Rockefeller, është lindur në 1939 deri në 1937. Do thotë që D-ja ka të bëjë me familjen më të fuqishme në botë. Patjetër dhe mendoj se është. Do ketë bëjë edhe me Rock D, shpresoj që mos do ketë kamera ta shohim, po gjithsesi do ta vendosim që ta shikojmë si foto. Ne kena marrë vesh tani që mbreti piratëve i parë është Joy Boy është gjigant, edhe jo gjigant. Është gjigant Joy Boy. Është pirati i parë. Pirati i parë. Pirati i parë në botën e One Piece-it ishte Joy Boy. Joy Boy është një gjigant, prandaj edhe Imu pa një kapele gjigande. I pari që ka ekzistuar si pirat ka qenë një gjigant.
Tash jemi të arku gjigant dhe pas Eggheadi, që s'ka dalë akoma në të Elbaf, po s'kena për të folur për këta. Tani, çfarë është IMU, o vlla? Çfarë është ajo? Me çfarë pash, njeriu thoshte që identiteti IMU është zbuluar dhe është më duket nefertari Vivi. Jo Vivi. Jo. Ajo që ka qenë në The Void Center. E ke parasysh që tek froni IMU janë një 13 shpata? Njëra për tyre është ajo alabastës. Po, më di. Që nuk ka shumë. Po sa nuk e di sa monster është ky, mo vlla, ka mbretin Cobra. King Cobra e ka fut nga alabasta që ishte, si me thonë, arku i tret. Po, e ka bërë në e ka fut takoj IMU, no vlla, IMU personalisht. Ore, world build që ka bo Oda nuk ka të krahasuar, o vlla. Ama moment komik është kur tonet Luffy te dysheku me ajër i Shirahoshit. Te jastoj që te Shirahoshit, vlla. Do doja t'isha Luffy. Do doja të gjithë ne që kemi parë. I'm the type of boy. Jo, të gjithë nësë bashkë. Edhe boti që talli leshke çfarë, ja për respekt atij Lufit, nuk pjerdh fare për femra, çaj e ka dilat. Ore, po imagjino kaq. Bie, se nga bie në një nga këto hodat, edhe është bëa henko aty, firma më e bukur e gjithë botës aty, edhe ai që e shikon kështu, haj! As intereso fare për femra. Më tepër, po e di që ishte një kështu, kjo është plus 18, thjesht nuk du ta them, po e them para emrin, plus 18 kjo. Kurse është të zhduket nga kamera, nga telefoni. Po tregote një reels për shifsha komik, është momenti që futet në qihet Luffy tek fustani i Boenkos. Dhe është, i thot Luffy të lutem, por rëshket, por shkon, do dukesh. Më pëton që mbau fort. Gjithët më lartë, ajo thjesht ka një kështu reagim. E di. Dhe ishte koment, ai tipi vendosi dorën në atë vend që gjithë do donin ta kishin. Jo, mbase ka ndodhur një gjë aty, ja, kupton? Jo, që ka ndodhur një gjë vallai. Nuk e ka pa dashje, patjetër, është shumë naiv. Po, ai do të shkëtu skuq aty. Po unë do isha shumë tendencios për atë pjesë. Të ishe ti ato në fazë. Unë flas shpirt të dua shumë, po mos boa, është boa. Unë flas nga ana femërore, vetëm fakti që ti ke afër personin që ti dashuron, normalisht do kuqesh, edhe ti je kuq stadion, se tash po. Sa do thoshe moja ma. Sepse po flasim për One Piece-in. Ka shumë e do, më raf pika mua zot. Tani, unë zbulova një gjë që tha që ka dal, nga këta që kanë shkruar që po animojnë One Piece-in, kanë thënë që IMU është me vërtet ashtu i zi, nuk ka dizajn tjetër. Ka dizajn tjetër? Është ashtu i zi, gjithë ata që e shikojnë është ashtu i zi, vetëm ato sytë e kuq. Se besoj. Ashtu ka ndalë? Do ishte shumë... Ka shumë kohë që del ashtu i zi ai, nuk para del në një karakter. Po, nuk mund dalë si të kohës. Po shumë e kam të vdekme që ai dhe jetë femër është e vdekme. Shumë teori thonë që mund t'jetë femër. Unë teori idiote, jo po është mamaja e Luffit ajo. Jo, së shmallë vetëm mamaja e Luffit, po unë mendoj që midis Joey Boy dhe IMU, do më thëmë përshikojnë teori konspirative që thoshte që mund të ketë pasur një histori dashurie. Po pra ka pasur me Imun? Jo, me Nefertarin. Me Nefertarin e ka pasur, ka qenë i dashuruar. Xheloze pra, është çështje xhelozie. Ka qenë i dashuruar me ta. Që shikon Imu Nefertarin, e ka portretin e saj aty. Po pse e shikon atë? Sepse ka qenë i dashuruar pra ajo nuk e pranoi kur dashurinë atij. Po. Ose mbase Imu s'është fare me një gjini. Jo, të lutem, mos ta e fut në këto ujëra. Ore, s'është gjini valla. Mbase nuk ka gjini, është asianës. Jo, skip kësaj pjesës, ka sa po. Mund t'jetë qenie për të diftum, po durore, o vlla. Ore, Imu tek rob, e pa atë imazhin që këtu spoil në manga vjen shumë keq. Ka dalë një imazh që është vetëm Imu që ka luftuar të tërë njerëzit më të fortë të botës edhe fitoi Imu. A ke parë ti më? Po pra. Nuk mund të jetë ai, duhet të jetë një gjë mbi natyrore se unë vëbas që është robot. Jo. Që vazhdon akoma të jetë gjallë, një inteligjencë e lartë, ndoshta, tani po dalu me një teorinë time. Ndoshta familja D, që ka këtë D në emrin e tyre, e ka krijuar Imun dhe Imu duke patur këtë inteligjencën e vet, nuk donte më që të kishte një person që i jepte urdhra, por donte të ishte ai që t'i bënte urdhrat. Mori një nga 3 armët më të mëdhaja, që është ajo e detit. Po, Neptuni... Poseidonit, mori atë, imposhti që të gjithë, edhe tani po vazhdon dhe po
Po, domethënë po jep të urdhër. Po, patjetër. Okej. Historia ime. Okej. Igor e largohu ti anë sa për vonë. Prandaj vazhdon akoma të jetë gjatë sot e kësaj dite pavarësisht të vëjë. Unë mendoj që ai ka ndonjë frut, unë mendoj që ai ka ndonjë frut deti që është i pavdekshëm atë. Që Immortalitin e kanë ata se e kanë dhe këto Immortalitin e kanë. Five Eldersat dhe tani pas të vite loja, do të them një gjë. Ato kanë marrë atë vetëm prej ti. Po pra. Do them edhe një gjë para se të vemi te loja. Jo mendoj, po fuqitë që kanë Goroseit janë të merrsisht kulturore japoneze, se të gjithë fuqitë e tyre janë nga një rob i lashtë, nga këto përbindësat e lashtë japonezë që kanë fiks fuqitë që kanë ata. Edhe përbindësi mitologjik i Imus thonë që është një përbindës që krijon vorbulla uji, që doli dhe lufi në fillim. Këtë doja të thoja. Umi Bizu. Faleminderit me ti nga Ibiza. Tani po edhe me lojën e madhe dhe të famshme. Tu nkryzohem. Tan. Okej, vlla. Tash do bëjmë një lojë që është komplet e pabërë ndonjëherë më parë. Inshallah. Tash thjesht do gjejmë kush është personazhi i preferuar në One Piece, vlla. Se në Naruto mos fol më. E nisim Eger. Atëherë, do zgjedhësh Don Flamingon apo Katakurin? Direkt vlla. Në Kabucon. Dofi. Don Flamingo. Shumë vështirë është, po është Dofi. Don Flamingo të dua me qërallafi, vazhdojmë. Yeah, I love it. Don Flamingon apo Enelin? Don Flamingo. Don Flamingon apo Aokijin? Sa personazhe ka këtu, 4 orë mund ta bëjmë lojën. Aokijin apo ndosoj, Aokijin apo Akainun po. Aokijin. Apo vdekta ja. Po Aokiji ja futi të merrin Don Flamingos. Se e ngriu. Po. Mos e prek smokerin. Ishte shumë perla ajo. Ishte moment shumë perl. Ka shumë momente perl, vallë se vazhdojmë. Okej, jemi te Aokiji apo krokodili. Krokodili apo Choperi? Nga i nati, vlla. Krokodili, vlla. Jepi respekt Choperit, me qëra. Po, pra, doktori më i mirë i gjithë botës. Apo se jam dhe qik pa qef. Të gjithë neve, thëmë drejtë. Krokodili apo bruku? No, krokodili. Krokodili apo garpi? Garpi apo Sengoku? Sengoku, faleminderit që ishte te episodi joni më parë. Patjetër. Vazhdojmë. Ka pëlqyer shumë Sengoku, pra do të them garpi. Garpi apo Sabo? Sabo. Sabo, do të them garpi. Sabo apo Ace? Ace, pa diskutueshme. Okej, jam dakord me ty. Ace apo Zorro. Myre shumë fuqishme. Futet kjo te Meri të dy vlla bëjnë ai krahasim kështu. Ideja jap Kleas atë që s'pëlqej. Se këdo që të zgjedhësh për mu të dy janë dashuri. Merë dashnin tate. Acein. Bravo, okej. Vazhdojmë. Ace apo Sanji? Ace. Ace apo po ti e futet Zorron fut, çfarë them unë? Acein apo Magellanin? Magellanin, vlla. Jo, Ace, vlla, e urrej Magellanin. E urrej Magellanin. Për faktin që çai boni këtij bobit. Acein apo Corazonin? Po nuk kemi shumë Eger sot. Ka sa keqe ka nonë. Goditje për shbrezit kjo. Ja kjo ishte fix në Okej, vazhdoj. Piti bie djeta. Corazonin vlla? Corazonin. Zgjodhe Corazonin para ai. Po, Corazonin. Në rregull, vazhdojmë. Corazon apo Kingun? Corazon apo Kingun? Corazon, vlla. Corazonin? E futa me Acein. Corazonin apo Kaido? Corazonin. Corazonin apo Shanksin? E mendoj e qeti. Corazonin, bravo. Corazonin apo Big Mom? Corazonin. Okej. Corazonin apo Hamo? Ka sa po u futen limdur. Corazon apo Rogerin? Kjo është i poshtë. Ky do therë me apo Rogerin.
Nga ato të aeroplanave. Ha mo. Corazonin, që pas ka që me Corazonin? Corazoni është për mund personazhi më i preferuar mua. Në rregull. S'besoj se mund ta mundi njeri, po. Ashtu e? Ata bëhet edhe një pyetje të prasë të vimi atje. Corazoni apo Joy Boy? Corazoni se s'ka dal. Po e di me këtë ta kisha shumë vështirë ta vesha Corazon, shumë vështirë. Do ishte e vështirë për mua me Smoker. Smoker është një nga karakter për faktin që pi duhan dhe është thjesht ka. Me që po bëjmë gjoja sikur nuk e dëgjuam këtë, Smokeri vlla apo Corazoni? Ja, deri prap me Corazon. Ça pas kaq. Corazon apo Azuma? Corazon e jo. Sa isha për ta thënë për zotin, sa isha për ta thënë. Burma, jo. Ua, sa i pisët. No, thjesht po vazhdoj me The Father, kupton, of Law. Corazon. Corazon. Babajnë, okay. Corazon apo Kuma? I ka vlla merë pushim sot. E paska sot. I ka vlla merë pushim. Bravo. Ma bo Allah Kuma du fort po Corazonin. Mirë, nejse, bëjmë dhe të fundit. Corazonin apo Lufin, vlla, Monkey D. Luffy. Raberi, kapelja prej kaste. Unë nuk jam fan si Simboli paqes, si të qeshurës. Patjetër, unë zgjedh simbolin e sakrificës, Corazonin. Corazonin. Na falni gjithë, po Corazonin. Po nuk ka lidhje, thjesht është preferenca jote. Është një farë perle. Për mua është më i miri. Pavarësisht faktit që ne erdhëm në fund të këtij episodi, duhet që të bëjmë një lajmërim. Një lajmërim shumë të bukur. Kemi disa kohë tashmë që siç kemi thënë, jemi përgatitur për shumë gjëra speciale, të veçanta dhe kemi ndërmend që të bëjmë një episod special. Super special. Do ta bëjmë tek vila private jon. Ku do flasim? Do jetë një vlog, le të themi një debat intensiv, kush do shërë duhet vina ai episodi. 24 orë xhirim, do jemi ne, do jenë kasapë, do jenë dhe të ftuar dhe do kemi VS, Luffy, Naruto dhe Dragon Ball. Kështu që qëndroni, priteni sepse bëjeni atë tringun aty se kur të dali, ju premtojnë është. Do na ngjyret zëri me pak fjalë. Patjetër, kjo është pak po e sigurt. Do na ngjyret zëri keq fare. Po shqyr Zoti do na vi ndihmë edhe do kemi të ftuar për forcimet. Këto gjona dhe bukura. Tani neve i falenderojmë, fillojmë me Enzo Atinin. Faleminderit që na bëre Flori dhe kryesorin ton, a kupto? Ju deshte edhe Arlinit një Flori. I shkon formati tim. Shumë faleminderit Enzo. Na ke respektu dhe u respektova dhe vetë. Shumë faleminderit. Gjithashtu faleminderit dhe për një mjestër gjigant Amnesty Chartin që vazhdon të bëj këto hoodie, bluze, këto nuk e di domethënë. Tani po bën edhe giveaway. Klikojeni urgjentisht edhe mos harroni kodin Shadow 25 se merrni discount. Po. Përdoreni se lek çylë. Përdorni se merrni lek se jemi edhe në Black Friday, Black Shadow Clone apo s'ka lidhje. Black Clone. Black Clone. Gjithashtu falenderoj dhe Flower Decor DM, faleminderit që na ke zbukuruar studion me lule shumë të bukura dhe për gjithë që keni dëshirë për dekore me lule plastike, shatërvane, ujvara dhe buqeta dhurata për të dashurit tuaj, kontaktojeni. Dhe për ta mbyllur, duam të themi faleminderit gjithashtu edhe vilës private jon, e cila vazhdimisht jep relaks për çdo që e kërkon, me ambientet dhe me qetësinë dhe relaksin. Shumë faleminderit. Dhe mos harrojmë të themi faleminderit Arlinit. Arlin, faleminderit që erdhe vlla. Këtë punë kena sa u habita që erdhe sot. Ja, unë se kisha bë plan. Edhe pa ngrënë një dhe prapë erdhe. Patjetër, dhe iki difuzi sufllaqit direkt. Falenderojmë Arlinin që e kemi, që na mundson gjithë këtë. Të paçim Samalet. Të na rroç, do thotë një fjalë tjetër, po s'po e them. E kemi edhe me Esin. Ne kena me Esin, unë kam me Jingle Bells se jemi të çifti. Unë kam shumë viza. Për të mira. Dhe faleminderit juve, njerëz që vazhdoni na bëni like, subscribe, shpërndani videot tona dhe të jeni këtu me ne dhe të komentoni. Shumë faleminderit. Faleminderit, tani erdhëm drejt fundit. Mirupafshim deri në episodin e radhës. Mirupafshim, shihemi tjetër. Shadow Clone.